Përpjekjet e Benit për ta bashkuar burrin me kapele me vajzat nuk shkojnë kot. Blerta dhe Klea tashmë janë sërish pranë të atit. E në shenjë pajtimit të lutem pranoj. Ndërsa përpjekjet e Danielit për t'u pajtuar me Livian, me sa duket e thellojnë edhe më tepër konfliktin mes tyre. Kujtove se ka shpejt do të falja? Ndërkohë që fejesa që kërkon kushurira e Markos me Mirin, fëmijëve nuk u duket të përshtatshme. Mami, që Miri është buri ideal për të. Miri, Beni. Beni është në kërkim të një pune për djalin. A mban fjalën babi Danielit? Ka marrë të kërkoj ndihmën tuaj. Ndërkohë që Besa nuk mund të rri me shoqet e saj, pasi halla e mban gjatë gjithë kohës pranë vetes. Revolta e saj, a do ta bëj hallën të reflektoj? Dua të rri me shoqet. Na ndiqni në serinë e 4 të Dadoja e pallatit ton. Ka motor. Tregu pak për atë çunin e Benit që tha mami. Po ti je shumë e shkurtë për atë, apo do që të të mbaj në krah. Ju të dy nuk shkoni fare. Po që merr pasaport amerikan ai apo varja? Po ku pyet ai për pasaport? Edhe këtu që është shumë mirë. Pastaj ti mendon se ne që kemi këto pasaporta, po vdesim që të marrim një amerikane? Edhe me këto që kemi në gjithë Europën po shkojmë. E diti që Europa është më e lashtë se Amerika? Në fillim u zbulua Europa dhe pastaj Amerika. O? Ore ti je kushëriri im apo ja ti? Po mirë i tërdite me Benin për dore. Mirë mjaft kë pyes edhe unë. E di çfarë un po iki se kam lënë një takim tek parukerja. Iki, si të shkosh si jo, mua njësoj më dukesh. Xhelos. Çullës. Mistrec, thashe the me gjithë. Ba, i gjitë punë djalit të Benit? Kujt më? Djalit Benit. Djalit Benit? Pse mos më shikoj gjë si zyrë punët i mu? Ti dhe fjallën. President, di shumë njerëz që të mbajnë fjallën në ditë e sotme? Sa po më thanë, u kry bac, tani nanac. Po ti më ke thënë që gënjeshtra ka këmbët e shkurtra. Sipas një studimi në Kaliforni, realiteti i tërtuar nga gënjeshtrat dikon keq në psikikën e fëmijës. Dhe kur fëmijët e marrin vesh se si funksionon ky mekanizëm, e humbasën besimin e prindërit. Babi? Hajde pra shpirte halës, hajde. Hajde zot Jersita. Do më hala, dua të rri me shoqet. Nuk të marrë vesh unë ty. Po ku ka më mirë se të rish me hallën? Po çfarë do bisedoj unë me ty? A, pse kot jam lodhur unë gjërëm sot me ty? Kot kam investuar për ty? Mjaft më hala, më lodhe. Dëgjoj, mos mirënjohja është gjëja më e keqe në këtë botë. Po ti e di hala që unë të dua, po dua të rri edhe me shoqet. A, për ty nuk ka rëndësi që unë jam halla jote, për ty ka rëndësi vetëm shoqet e tua. Ma mendove se. Shko, ik, luaj me shoqet.
Miri. Nusja. Visjana. O, çfarë emri është ky? Bashkimi i Janullës me Visarin. Janë ata që kanë bërë këtë kokë. Miri, mirësia e Benit bën babatë të ngjaj. Në fakt e kuptoj pse na ka lënë vetëm. Por dëgjoj, unë nuk kam asgjë me ty. Madje ti më duke shumë simpatike, por kjo nuk hyn në shihet e mia. Mua më pëlqejnë femrat e bëshme të kolme. Pse të gënjej? Edhe pak të shëndosha. Nuk desha të fyej. Ne dukemi që jemi tipa krejt të kundërt. Më thuaj 3 gjëra që të pëlqejnë ty më tepër. Vrapi, deti dhe avionët. Sigur ta dija. Pa lidhje. 3 gjëra që unë urrej më tepër janë djersitja, ujë kripur dhe lartësitë. Më duhet të largohem. Shoqëria. Mirupafshim. Po të isha në vendin tënd, do kërkoja një djalë tjetër. S'ke që do 100 kile e ka barkun. Kete drejt, birë. Nuk ishte për ty. Të thash, oba, nëzitohesh ti ndonjëherë. Mendova për të mirën tënde. Çdo prind mendon më të mirën për fëmijën e tij. Po mirësh na pyesni edhe ne fëmijët, dëshirat tona. Oh. Pore, e tha shohën keni të gjithë gjishtë në këtë doju, ha? Po thua e se të gjithë. Miri, kur të fijohesh ti do naftosh edhe ne? Livia, mos ke edhe ti një kushurir se e Markos? As motorë muja, as bëlla, s'kam as në muj,
O ba! Igor. Erë t'i zemë prapa? Që kemi? A u lodhe? Ja. Po t'i zemë? Ja. Fukara, I miri fukara. Po nuk u lodhe, bire papaj. Ti e di që kënga më shplodhe, më lodhe. Të lumë të. O zemra i. Fukara, fukara, I miri fukara. Jemi tek sheshi Wilson. Përse quhet kështu? Sepse Wilson ka qenë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga viti 1913 deri në vitin 1921. Në vitin 1919 mori çmimin Nobel. Çfarë është Nobel? Është vlerësim dhe mirënjohje për njerëz që kontribuojnë për shkencën dhe për zhvillimin kulturor të njerëzimit. Po pse e kanë vendosur këtu? Sepse presidenti Wilson gëzonte respektin e gjithë shqiptarëve për kontributin e madh që ka dhënë për mossotimin e Shqipërisë dhe për njohjen e pavarësisë së Shqipërisë. Pu, sa kurios që jeni o njerëz. Kemi ardhur për plazh zot, e jo për histori. Hëmo, të mungon e ne aty, prandaj bën kështu. I ke marrë borat me vete ti. Bë një vizatim, atë bë. Edhe mua më mungon dhe ja. Një minutë. Nuk ka ikur për gjithmonë. Me pushime kanë vajtur. Beni, u bë shumë vap. Shkojmë afër plazhit. Mire ka Marko. E shikoj që nuk mund të rini pa ujin e kripur. Shkojmë.
ka mund fare. Nuk mund të rije pa ty, o ba. Më mori malë. E she, duhet më thua që farinderit që nga sola dhe këto. E jo më të më shosh në atë mënyrë. Po si lihet djali vetëm, nuk më duket fare normale. Ta imagjinosh si ishte i krishtuar. Ta ishte nga sola këtu, i erdhi fytyra në vend. Mere pak papin tim në telefon, se nuk i thash që jam në shëngjim me ty. Apo ju, mirë më bëni mua. Hajde, qmishëm i da që i fotim të, hajde. Pse nuk vjen më shpesh të luash me ne? Nuk më lë hava. Sa mirë që të lasot, nuk ishte nga t'ja bante, unë qava. Sa mirë ja bëre. Mbrëma. O, mi mbrëma, mi sërë. Si e u lodhe? A ka pun pa lodhë, Ornik? Jo, nuk ka. Varfëria të mbyt. Po, mërë, po. Varfëria të mbyt, po pasuria të çmenda, ma. Sa fëmijë ke? Plot 7. Më i vogli është 8 vjeç. Ke dëgjuar shprehjen? Të pasurit numrojnë parat, ndërsa të varfrit fëmijët. Të rrojnë. Po fëmijët janë pasuria e prindërve, apo jo? Janë po duan të hanë. A i djali që këndonte atje tek liceu në mos gabojë shyt birë, apo jo? Po, ai është bilbili familjes. E ke dëgjuar çfarë zëri ka? A shkon në shkollë djali? Shkon po si? Bile me ato që fiton do ble librat e shkollës. A ke kërkuar ndonjëherë ndihmë? Pyeti ngopurit për të pa ngopurin. E po dije se djali yt ka shumë talent. Edhe ai nuk duhet të rrijë atje në rrugë, por duhet shkollohet. E pe, Gjagja Andrea, vajtua me Klean dhe Blertën. Po ti, kur do më falësh mua? Unë nuk jam zemëruar me ty. E di si më dukesh ti ndonjëherë si burr i vogël. Po pra, ti Livia je një vajzë e llastuar dhe tekanjoze. Më mirë të jem e llastuar dhe tekanjoze se sa të jem si ty. E shoh që ne nuk mund të jemi shok. Dhe me të tjerët, nuk mund të harxoj energjitë mbi me ty. Çfarë do të thonë energji? Ti Livia duhet të rritesh. Unë kam kohë të rritem. Kurse ti po e pate me nxitim shkon, po shkoj të luaj me vajza.
A të kujtohet kur më pata nevojë për ndihmë dhe ju më dhat një dorë? Pra mendoj se dikush ka nevojë për ndihmën time. E njohën? Jo. Edhe unë nuk e njoh mjaft mirë. Është një djalë shumë i talentuar. Zëri i tij ka një zë që duhet ndihmuar, Beni. Pse e bën këtë? Në fëmijërinë time unë nuk pata njëri pranë. Po ta kisha patur ndoshta jeta ime do të ishte shumë ndryshe. Ke dy vajza të mrekullueshme. Ke patur edhe një grua të mrekullueshme. Po pra, po fati ju tregoi pa drejt me të. Megjithatë ky djalë duhet ndihmuar, Beni. Dhe ti mund të rrihet shije punën tënde, por ama e bëre një të mirë. Edhe unë duhet ndihemi dobishëm. Dua t'i jap një dorë këtij djali. Mirë bën. Më pëlqen. E ke ndihmën time. Se mos kam punë tjetër për të bërë. Më thuaj nga t'ja nisim. Kushurira e Markos nuk u pëlqen fëmijëve dhe ata bëjnë të pamundurën për ta prishur fejesën e saj me mirin. 100 kg ka barkun. Ata ja dalin ban, por japin edhe një mësim Benit dhe gjithë prindërve, që përpara se të marrin një vendim për fëmijët e tyre, duhet i pyesin dhe ata. Po mirë është na pyesni edhe ne fëmijët, dëshirat tona. Ndërkohë, një djalë i talentuar për ditë këndon tek liceu. Ai me të ardhurat që fiton blen mjetet shkollore. Ky djalë i bie në sy Andreas, i cili kërkon ta ndihmoj. Pasi edhe Andrea, kur ka patur nevojë për ndihmë, dikush i dha një dorë. Danielit i ka ardhur e motra me pushime. Një ndjenjë dashurie lind me saj dhe Mirit. Ndërkohë që Marko dhe Enea i bëjnë një lojë të vogël komshiut Grindavec. Një lojë e vogël, por me dëm të madh. Në ndihni në serinë e ardhshme të Daduja e pallatit ton. Po filmon ti për fillat. E mërë ben shaka. Më pa fiksanë dhe më thotë, ka parë sush. Po psikologjia e shkencësisë është Spyta ja. e besoni në këtë? Ai bëj dhe njëra, të bëj, ka të një.